Me krenari dhe përkushtim, shpollim themelimin e subjektit ton politik, Bashkimi Demokratik i Prizrenit. Mbrëmnë mjediset e Hotel Therandes, iniciativa qytetare Bashkimi Demokratik i Prizrenit ka mbajtur një takim madhështor ku kishte qindra pjesëmarrës. Ky rikthim padyshim se është bërë nga themeluesi i kësaj iniciative Safir Berisha, i bashkëshoqëruar edhe nga emra të respektuar tashmë edhe në udhëheqje komunale. Fillimisht për zyrtarizimin e iniciativës qytetare Bashkimi Demokratik i Prizrenit ka folur drejtori aktual i administratës së komunës së Prizrenit, një herët udhëheqës i lartë i kësaj iniciative Edin Shehu. Ai pas zyrtarizimit me këtë rast ka folur edhe për sfidat që presin këtë iniciativë, por me bindje të plotë se suksesi nuk do të mungojë dhe do të bëhet një kthesë pozitive në skenën politike të Prizrenit. Sot jemi mbledhur këtu për të shënuar një hap të ri, një fillim të ri, një rrugtim të ndërtuar me besimin, shpresën dhe vlerat që na bashkojnë. Ky emër nuk është zgjedhur rastësisht. Ai mbart me vete thelbin e asaj që ne përfaqësojmë. Bashkimin si vlerë themelore shoqërore dhe demokracinë si rrugë e vetme për ndërtimin e të ardhme të drejtë, të ndershme dhe të barabartë për të gjithë. Bashkimi Demokratik lind nga nevoja për një zë të ri, të ndershëm dhe të përgjithshëm në politikën tonë lokale. Nga dëshira për të kapërcyer ndarjet e panevojshme, retorikën përqarse dhe për të ndërtuar ura dialogu mes qytetarëve dhe institucioneve tona. Ne nuk jemi këtu për të premtuar, jemi këtu për të punuar, për të dëgjuar dhe për të shërbyer, sepse politika për ne nuk është karrierë, por është përgjegjësi, nuk është privilegj, por është shërbim ndaj jush. Jemi të vetëdijshëm se sfidat janë të shumta, por jemi aq të vendosur se kjo është koha për të vepruar. Dhe më e rëndësishme, ne kemi me vete njerëz që besojnë, kemi me vete njerëz të cilët nuk dorëzohen, kemi me vete njerëz që duan të shohin ndryshimin dhe janë të gatshëm të kontribuojnë për të. Është një lëvizje e shpresës, një thirrje për përgjegjësi, një hap drejt së ardhmës që meritojmë gjithë së bashku. Derisa për programin dhe projektet e Bashkimit Demokratik për Prizrenin e paraqiti kryetari i kësaj iniciative, personaliteti i njohur i skenës politike ish zëvendës ministri, deputeti, ish komandanti i luftës dhe njëri nga personalitetet e rëndësishme politike në Prizren, Safir Berisha. Ai me këtë rast bëri shpalosin e programit duke fokusuar tek vizioni ynë për një Prizren ndryshe. Do të fokusohet në krijimin e kushteve më të mira për jetë pa dallime për të gjithë. Nga sot po rreshtohemi me një subjekt i cili ka vepruar në Prizren dhe i cili ka dhënë një pasqyrë të mirë për qytetin e Prizrenit për 7 vite. Fal juve, unë me shumë shokë dhe miq kum vepruar suksesshëm në jetën institucionale të Kosovës, por edhe të qytetit Prizrenit. Ne sot jemi bë bashkë jo për ta kundërshtuar dhe luftuar dikën, por jemi bë bashkë për qytetin e Prizrenit dhe qëllimi i kësaj iniciative politike qytetare Bashkimit Demokratik i Prizrenit është parsor për që të ruajmë vlerat e qytetit tonë, kulturës, por edhe të politikës, vlerat cilët jo rrallëherë nuk janë vlerësuar nga të tjerët e veçanërisht nga ata të cilët marrin vota në Prizren dhe vendosin në Prishtinë. Synimi ynë është që ne një kulturë të lashtë, një traditë të lashtë të Prizrenit ta kultivojmë edhe më tej dhe bashkë me këtë ne të mbrojmë traditat e këtij qyteti që ka edhe një diversitet, jo veç politik, por edhe diversitet nacional edhe fetar. Objektivi ynë është që ne bashkarisht me ju, me familjarët e juaj, me miqt, shokët, qytetarët e Prizrenit, ta angazhohemi që zëri i qytetit Prizrenit, interesat e qytetarëve të Prizrenit, pa dallim ku jetojnë,
në qytet, në periferi apo në fshat të janë të mbrojtura dhe të përfarsuara barabartë. Objektivat tona të jenë në përputhje me përgjegjësitë ligjore dhe kushtetuese që lejohet pushtetit lokal të bashkëpunimit me qeverinë qendrore. Investime cilësore në rrugë, trotuaret, kanalizim të ujrave të zeza dhe ndriçim publik, sinjalizim rrugor, transporti publik funksional dhe të qëndrueshëm në qytetet e fshat, mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore. Prizreni ka një trashëgimi unike historike, e cila duhet të ruhet dhe promovohet si pjesë e identitetit qytetar. Mbrojtja dhe restaurimi objekteve historike në bashkëpunim me ekspertët, tha Berisha, dhe pastaj numëroi edhe një varg pikash të tjera. Qyteti i Prizrenit ka edhe një vlerë të jashtëzakonshme me shekuj, të cilën vlerë ne duhet jo vetëm ta mbrojmë dhe avancojmë, po mbi atë vlerë edhe të mburremi. Prizreni vazhdimisht ka qenë në zhargonin e politikanëve vetëm për fushata politike si qyteti i traditës, i kulturës, qyteti historik, por shumë pak o bo për Prizrenin. Për fatin e keq që edhe vetë ata të cilët e kanë përfarsu pas luftës Prizrenin, jo që janë konë vendosën dhe faktorë të cilët kanë vendosë për qytetin e Prizrenit dhe për fatin e keq që janë ndikuar kogja shumë, domethënë edhe nga qendra tjera. Jo që ne jemi kundër bashkëpunimit, por ne jemi që Prizreni sido që të jetë të vendos vetë për jetën, për ekonominë, për arsimin, për shëndetësinë e kështu me radhë. Unë ju kom ftu sot me bë prezantimin dhe promovimin e kësaj iniciative qytetare, me idenë që përmes juve dhe qytetarëve të Prizrenit, ne bashkarisht në zgjedhjet që priten më majtë në tetor, do të tregojmë jo vetëm një kulturë politike, por edhe një kulturë menaxhuese në qytetin e Prizrenit, duke qenë institucione transparente, kashit qytetarëve dhe llogaridhënëse, dhe paraprakisht qytetarët me pas qasje se ku po shkojnë taksat e tyne dhe si po menaxhohen ato. Ne në fakt kemi pas disa qeveri të mas luftës dhe Prizreni besoj se tashmë është ngjinj domethënë me këto shkolla politike dhe po shpresoj me fuqizimin e bashkimit demokratik të Prizrenit ne fuqizojmë edhe politikën autoktone të qytetit tonë. Kurse të pranishme të shumë të zëtuan se do të shërbejnë me devotshmëri Prizrenit, duke qenë pjesë e Bashkimit Demokratik për Prizrenin.